Neve na duhet që Serbia ta kthejë mbrapa Milan Radojčić, kryekriminalin, po edhe personin I cili publikisht ka dalë dhe ka pranuar faqin. I cili ka mbetur edhe në farë forme në hijet edhe të zhvillimeve qoftë në Kosovë dhe qoftë edhe në Serbi. Zonja Gashi, ju jeni në këtë legjislaturë pjesë e Komisionit për Integrime Evropiane, apo jo? Dhe jo vetëm? Po. Jem pjesë e integrime evropiane, po edhe mbikëqyrjen e financave publike. Që pjesa e dialogut normalisht don vullnetin e dy anëve. Kosova ka qenë në trojezë dhe vazhdon të jetë pjesë e këtij rrugtimi. Ne kemi edhe kërkesat tona shumë të qarta, tu e përfshi edhe tërheqjen e letrës së ish-kryeministres serbe Kashi Ana Brnabić. Pikërisht, kështu që në këtë drejtim për të avancuar normalizimin e marrëdhënieve, neve na duhet që Serbia ta kthejë mbrapa Milan Radojčić, kryekriminalin, po edhe personin I cili publikisht ka dalë dhe ka pranuar faqin. Sulmi në Banjsk po ashtu ka tregu jo vetëm një sulm të një individi të një partije politike, respektivisht në Kosovë në atë kohë, po edhe mbështetjen e fuqishme që ka dhënë shteti serb karshi këtyre strukturave. Kështu që ne gjithmonë duhet ta kujtojmë faktin që Serbia përpos që I ka mbështet, I ka trajnu edhe ka financu këtë sulm në Republikën e Kosovës. Kështu që kthimi prapa I Radojčićit për përballë me drejtsinë në Republikën e Kosovës është një hap tutje për me mujt me fillu diskutimet për normalizimin e marrëdhënieve të ardhmen. Pa drejtësi për çka ka ndodhur në Banjsk, nuk është e pamundur. Ju dini se ne kemi tashmë një Restena Frimbunjaku tram pikërisht në atë mbrëmje të sulmit në Banjsk. E qartë. Kjo sa për të nisur këtë bashkëbisedim me juve.